Faleminderit. Zotare të jetimve, Zoti Kadri Aliaj në fjalën e tij përshëndetse. Të dashur fëmijë, bukurosha, angjëj të Shqipërisë, ju përshëndes. Kemi fatin e madh sot, mas 23 vjetëve, që të kemi përballë nesh kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, zoti Ilir Meta, dhe kryetarin e qeverisë shqiptare, ai i cili do bëj shumë për ju, zotin Edi Rama. Pas kaq vjetësh, asnjëherë s'kemi pas një banaj të tillë të mbushur plot, me ambasador zotin Arvizu, me ministra, me deputet. Ky është shqetësimi i dytë. Por do të falenderoja kompaninë që ka bërë gjithë të organizim posaçëm për ju dhe ndihmat të cilat do jepen mbrapa këtij aktiviteti. Përveç se kjo është një festë për jetim të gjithë Shqipërisë, po për mua është edhe një apel. Kam rastin e mirë që t'i kem këtu e t'u them përballë zotrivet që gjendja e jetimëve në Shqipëri është lënë masdore, është skandaloze. I nderuar zoti kryeministër, u ndrua një qeveri 2 vjet. U ndrua dhe qeveri mas 6 vjet. Po u ndrua një qeveri 8 vjet, po u ndrua dhe qeveri tjetër 8 vjet që iku. As edhe një gjë nuk kanë bërë për komunitetin e jetimëve të Shqipërisë. Po të veni sot në ato konvikte që unë nuk i quaj konvikte, po i quaj geto, do vini duar në kokë. Jetim biologjik me status, dal nga institucioni shtetëror. Janë si baktia atje pa asnjë kujdes të veçantë të qeverisë të institucioneve shtetërore. Kjo është gjendja që na lan. Dhe kjo gjendje vazhdon prapë sot. I vetmi kryetar i një partie, i cili ka marrë mundimin të vejë në për konvikte dhe të shofi këta jetim, është vetëm zoti Ilir Meta. Nga ku janë premtuar shumë gjëra. Ati janë vajzë dhe t'jem nga 18 deri në 20 vjeç pa punë, flenë 7 veta në i dhomë, pa kushte. Edhe një kohë që janë fëmijë të shtetit, nuk mund kujtohet, një president e Republikës për këta fëmijë duhet jetë babë, duhet jetë nënë. Një qeveri për këta fëmijë duhet jetë si nëna baba, si që kanë gjithë tjerë nëna babë që kujdesin, duhet kujdesin. I nderuar zoti kryeministër, me që me zotin Ilir unë kam bërë bisedën, janë 32.000 fëmijë jetim në gjithë Shqipërinë. Të regjistruar në zyrat tona, se ne kemi 23 vjetë që punojmë për të punë, edhe i dim. Gjendja e këtyre nënave fatkeqe është vërtet shumë e keqe. Nuk mund të rrijë si një nën, 4 fëmijë, 5 fëmijë, me një pension të pakët ose pa pension dhe pa punë. Atëherë ç'do bëjnë këta fëmijë? Këta nuk do shkojnë shkollë. Kemi 3.800 jetim në gjithë Shqipërinë që nuk shkojnë shkollë. Pse? Se s'kan buktan, se s'kan libra, se s'kan veshje. Pranoj këta kërkojnë sot që ndihmojni, vini dorën tuaj të mirë mbi kokën e këtyre jetimëve që të ndjehen dhe këto barabartë të gjithë fëmijët e tjerë në Shqipëri. Dhe unë kam besim shumë, i nderuar zoti kryeministër, i nderuar zoti kryetar i parlamentit. Kam shumë besim, vetëm ardha juaj sot tregon ndryshimin që do ketë në qeveri dhe e cila ka filluar ta bëjë. Gjatë gjithë këtyre viteve kemi festuar, na kam ndihmuar, nuk mundet të harrojmë të shkruajmë të përshëndesim Albi Greven, Korapkajën, Samelqeu,
ata ka faj dhe shumë shoqatë. Por për sot, një aktivitet si ky sotshmi, me ndihmë që do merrni mas kësaj aktiviteti, falenderoj kompaninë Kombjeshun HCC, e cila që në ditën e parë që ja paraqit, ka pranuar që të sponsorizojë komplet të gjithë aktivitetin dhe të gjithë fushatët këtu. Dhe rasti ta falenderoj. Do të duke përfunduar, kam një frazë që përshëndesi dhe kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, zoti Ilir Meta, i cili është iniciatori i këtij aktiviteti. Falenderojmë kështu zotin Aliaj për fjalën e tij përshëndetse, ndërkaq që ashtu siç dhe ai e theksoi, tash njoftojmë pikërisht kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, zotin Ilir Meta, në fjalën e tij përshëndetse.